Përshëndetje, shikues të televizionit Dugagjini të emisionit Shishëm. Po e sheni, po besoj që po bëni pyetje, pse edhe këtë herë jena na vetë pa musafir. Gjithsesi, ne falenderojmë secilin musafir i cili ka qenë pjesë e emisionit ton, prej se kemi startu dhe që nuk hezitojnë asnjëherë mi përgjigj ftesave tona, pavarësisht që kemi një koncept ku përveç që vinë, humbin kohën kanë edhe më ullot pak me gatu, e që shumë prej neve gjejmë mundësi dhe alternativa qysh me ikë kuzhinës. Kështu që i falenderojmë të gjithë. Ne çdo herë kemi musafir dhe kemi pas kërkesa dhe po e shohim që nga njëherë prezenca, veç prezenca do thotë e imja në emision dhe e gatimit të një apo më shumë recetave, po është e mirë pritur, kështu që kemi fillu me bë këtë laramanin mes realizimit të emisionit tonë. Kështu që sot, miqtë e mi, kemi zgjedhur me përgatit dy receta. Receta e parë është me që jemi të hyrë në pranverë dhe sigurisht na duhen ose preferenca jonë çdo herë është të shtyrë nga gjërat sezonale që tash karakterizohen nga bota e gjelbër, qysh janë spinaçi, preshi dhe shumë çka të ngjashme. Sot kemi zgjedhur me përgatit, edhe pse me presh kemi përgatit edhe një antipasta në muajin e shejtë të Ramazanit, por sot kemi zgjedhur me ndru versionin e përgatitjes së preshit. Sot kemi me përgatit me mjeshviqe, preshin me karrota dhe me qep, do thotë bëhet një lloj gjelle, e cila është e shpejtë, nuk na merr kohë në procesin e përgatitjes, pasi që krejt çka kemi me bë është me vendos qepën të parën, qysh edhe e do reni, mishin me fërgu mirë, me i dhonë ngjyrë dhe më pas me i shtu preshët në sasinë që juve ju nevojitet. Nuk mundem me saksu se sa juve ju duhet, mirë po sot kom marrë dikun 3 ose 4 presh mesatar. Dhe e dyta me mbëlsu pak, me dalë prej të njëndës, me dalë të ëmbla është, por edhe kemi mendu me fol paka shumë për sepse me sa di, fundi i marsit dhe fillimi i muajit i dedikohen ripërdorimit të ushqimeve të cilat shpesh herë na mbesin. Dhe duke pas parasysh që jemi duke jetuar në një jetë kaq shumë dinamike, në të njëjtën kohë në disa vende kemi aq shumë luftra dhe në disa vende kemi aq shumë familje e fëmijë të cilët nuk arrin të ushqehen mjaftueshëm për shkak të mos mundësisë dhe mos pasjes mundësi për me ushqy dhe me përgatit. Kështu që ne sot përmes edicionit tonë kemi me përcjell të ju mesazhe se si me i përdor ose me i ripërdor ushqimet të cilat na mbesin nga një ditë, 2, 3 e më shumë, sepse edhe në aspektin religjioz, nga e cila do fe, thuhet që përbuzja e ushqimit është momenti kur na e hedhim dhe nuk e ripërdorim ose edhe nuk ja japim dikujt tjetër. Mundësia me jep çdo herë dikujt tjetër është e pamundur për shkak të kohës tonë, kështu që unë kam vendosur me përcjell të ju, sepse në ndje shpesh herë bëjmë gabime edhe në kuzhinë, do thotë ne që gatuajmë ose edhe familjarë të tjerë që hanë nga ne. Kështu që po du me përcjell sot një mesazh më shumë se cilësia dhe më shumë se shija që kam pas. Kjo mbëlsirë është mënyra se qysh na me i ripërdor ushqimet. Dhe, që kemi me bërë sot, mundi me i marë croissantët, të cilët janë të ftoftë, shumë të ftoftë, që shpesher kush ka fëmijë ose i gatun vetë, unë gatuj shpesher vetë, dhe ushqimet që i gatujmë vetë dhe nuk i blem, janë të prirur në ditën e dytë me u ftofë shumë. Kështu që i merrni croissantët, mos i gjuni, i merrni, coptoni, i shtoni 3 vesë, pak sheqer, një vanile, mundi me ishtu, si sot në kom gjithë me ishtu pak mascarpone, fruta muali me i dhonë shije dhe i fusim në furrë. Edhe bëhet një super mëngjes, të cilin mundi me shoqëru me çaj, me kafe, po edhe pse jo, me qëndru gjatë gjithë ditës, si një lloj keku i shpejt, por edhe ndiheni krenar me veten që keni arrit mos me gjujt ushqim, sepse sot jemi prezent dhe shohim gjithçka në rrjetet sociale dhe në ekrane televizive, ku në luftrat të cilat janë aktualisht fëmijët, pleqet, por edhe të tjerët, nuk kanë ushqim bazik për të ngupur stomakon. Kështu që edhe na secili prej pozicionit tonë mundemi me u solidarizu me të tjerët. Kështu që, për mos të gjatë ma shumë, me u këthi në konceptin tonë, po fillojmë me përgatitjen e asaj që na merr kohë në pjekje. Kështu që unë kom gjetë me fillu me përgatit kekun. Kena me i marë vezet,
ose, okej, po e marrë fillim po i prej këto croissantat. Mundi me marrë, une se di më duket me ta bosh pa e thonë deri në fund, për shkak se fjala jam e pak u hap. Blem shpesh për fëmijëve me ju jep me veti, blem croissantat sidomos, këta croissantat e furrave, e që na mbesin kur fëmijët të refuzojnë me i marrë, për na i ditë saktum, kështu që të njëjtit mundi mi ripërdor. Nuk do me thonë veç croissantat, unë e kom cek edhe ma herët, ka lloj ushqimi të cilin mundemi me ripërdor dhe mos me e gju. Sidomos këto ushqimet me brumra që janë, sidomos bukën, sepse shën njerëzit si e ma mirë të këfill, dalin blenë bukë me thërmia, kur të njëjtën bukë kanë në shtëpi dhe e gjujnë, kur mundesh me një blender thjesht me e bo qatë prezlën që e blenë për 1 euro a 2 euro. Janë do sene të thjeshta, po nuk është aspekti kostës çdo herë. Arsyeja pse na me vepru kështu. Është arsyeja e ripërdorjes, është arsyeja e përcjelljes së mesazhit dhe është arsyeja e mos abuzimit me ushqime sepse nuk është mirë, të paktën unë kështu mendoj. Dhe besoj njëjtë me mu dhe mendimin tem e ndojnë edhe shumë të tjerë. I shpërndani croissantet kështu, nuk ka lidhje nëse croissantet janë të mbushur ose jo ose dhe janë të thatë, qysh do të janë, e rëndësishme është ripërdorja e tyre. Besoj po e vreni që janë shumë të ftoftë edhe këta, edhe pse na i kemi ble normal, si janë të shtëpisë, se s'mu kanë qëllu mu këtë ditë me pas croissant të përgatitur, ose kifla. Po, për ndryshe, kjo e kom pa që e bojnë edhe panaj arsye, do të thotë ripërdorimit, por vetëm si shije e mirë që përcjellet. Po, ma shumë se shija, unë thash, është ideja e ripërdorimit dhe ideja e edukimit që mund me përcjell tek të tjerët, sidomos tek fëmijët tanë. Mos me e hedh ushqim. Asnjëherë mos me hedh ushqim, sepse nuk është e mirë. Këtu i pata 4 croissant, edhe po besoj në një kësi kallapi është mjaftueshëm. A derisa ti vendosim dhe të punojmë me përbërësit, të cilët i kemi me i shtu në këtë lloj keku, pa tjetër, është koha që me e falenderu sponsorin ton, i cili mundëson realizimin e shishëm, dentisti i familjes, të cilët janë pjesë e emisionit shishëm, dhe veç kësaj ata janë pjesë e emisionit ton edhe me lojen të cilën e ka në kuadër të këtij emisioni ku ndërlidhet do të thotë me karakterin e emisionit ton. Do thotë se cili shikuesi i emisionit sheshëm mundet me dërgu në emailin të cilin e shihni poshtë ekranit receta të cilat ndërlidhen me mirëmbajtjen orale ose edhe me mirëmbajtjen lëkurës. Nga ato receta që ju i dërgoni, ne sigurisht përcjellim njërën nga ato e cila ka impakt dhe shohim që ka impakt drejt për drejt dhe përfitoni një voucher në vlerë 100 euro ku mund ta shfrytëzoni për mirëmbajtje të estetike ose për mirëmbajtje të dhëmbëve, ku në këtë klinik, në dentistin e familjes, ju presin Dr. Alberti dhe Anita. Dhe tash, po shkoj me përgatitjen e masës, e cila e bën krejt këto i ngjet me zveti. Unë kam i shtu 3 vezë, deshta me tregu që nuk ka nevoj me qenë çdo herë ky kallapi që zakonisht e përdorim për pandispanja, për pet ose edhe për cheesecake, mundet me qenë edhe ky kallapi i ngushtë i gjatë që përdorim për lemon cake, për banana bread dhe të ngjashme dhe del një formë shumë e mirë. Do thotë kallapët janë një farë diktimi i asaj se sa keni sasi. Nëse keni sasi shumë e ndrani, nëse keni sasi më pak, mundi me e përdor atë kallapin e banana breadit. Edhe forma del shumë e mirë. Okej, 3 vezë komplet. Te këto vezë kemi me shtu
sheqer, vanile, sheqer dhe vanile dhe pakës, po shumë pak krem. Nuk ka nevojë edhe sheqer me shtu shumë, për shkak të ëmbëlsisë që e kanë kroasantat, shtoja faktin që dhe i kemi të mbushur pak. Unë po i shtoj dikon më pak se 100 gram sheqer. Më pas këna mjashtu edhe krip. Kripa e bën neutralizimin e shijes së ëmbël, do thotë ja shtoni vetëm me majë gishta. S'di pse për kripën kur në ëmbëlsira nuk ka ndaj sasi bash sakt sa mjashtu. Thuhet me majë gishta, vdo njerëz i kanë gishtat ka që dëgjon kap shumë, kështu që sa ma pak. Aq pak sa nuk mos me uvrej do thotë shija e njelmët në ëmbëlsirë. Okej, edhe qumshtin. Dhe vanilën mos harroj. Ja shtojmë një pako vanile. Falje. I rejmë kështu bashkë. Para se me shtu masën, na kemi me shtu djathin edhe disa fruta muali, jo shumë. Okej, kjo është masa dhe tash e shtojmë mascarpone, vjen edhe një luk tjetër. Dhe nëse ju duket që keni shtu qëmsht, si muq tash, që më duket që kom shtu qëmsht, su është kur punojsh kështu me tamina që thojmë. Nëse ju duket që keni shtu shumë qëmsht, mundi mja shtu shumë pak mill, në mënyrë që mu pjek ma shpejt. Përveç mascarponës, llojrat e djathit, kjo ricot që është gjithë që në Shqip, që përdoret për ëmbëlsira, kështu mundi mi shtu edhe ato, nuk është naj telashe e madhe, po e rëndësishme është diversiteti në shije dhe po edhe tekstura pamjat cilën e merë kur të piqet. Kjo pjeket shumë shpejt, keni parasysh, kemi me i pjek të thotë vetëm vezet dhe qumshtin që e kemi shtu dhe nuk ka diçka tjetër. Dhe pak fruta muali. Del super e mirë. Sidomos ka njerë kur dojmë diçka ëmbël edhe nuk i kena produktet në shtëpi, që edhe më thonë ku i keni një mundësi, edhe nuk është, mund edhe pa djath, nëse menoni që po mascarponën se kena gjithë, edhe mascarponën se këtyne të tjerave me aq sa kom pa, ju është rritur çmimi, edhe nuk me të sen pa u shtrejtu në këtë vend, kështu që mundi me shtu s'po di qka, mundi edhe pa djath, so që djathi ka naj rol shumë e shumë, po që mirë është me qenë. Unë ja shtova shumë pak mill, për shkak se gabimisht e lshova dorën edhe i shtova shumë. Okej. Fura në 180 dhe piqet për 30 minuta, derisa të përgatisim mishin, e pjekim edhe këtan. Okej. Qështu. Tash, provoj me i shtyp pak. Okej. Edhe si për kësaj mase, kemi me shtu sheqer integral dhe livore lemoni. Si fillim, po e pastrojmë lemonin. Edhe e grym. Është shumë shija e mirë kur përzihet sheqeri integral me limon, kështu që mos e lani në zgjaç përzimje, se del shumë mirë.
Provojmë me e shtu sheqerin si fillim. 3 lugë sheqer ose 2, qysh të doni. Dhe livorën e limonit. Jo lëngun, se është mjaftueshëm e lëngshme. Ta marrë një tjetër se që kjo është t'i plas nervat. Hajtë se e ndrum edhe gryrësën, se nuk na bëj ke mirë ajo. Okej, sa ma shumë livore limonit, aq më mirë. Kur ka ëmbëlsi shumë, normalisht limonin animon me pas një balans mes tëmblës edhe shijeve që janë brenda në krasa, në këtë kekun me krasën. Okej, qështu. Qeshtoni për mi edhe del. Po pësej, po moni me imaginu se sa mirë ka me qenë shia. Mjafton? Veç mishit mos qashtoni, se zbon. Po e përfundojone me dur, t'i pastroj dhe kemi me fut tash në furrë, si që edhe thash, në rreth 30 minuta në 180 gradë. Ok, tash po fillojmë edhe me përgatitjen e pjesës së gjellës. Si fillim, kemi me marrë qepën, me grimsu bashkë me karrota edhe me shtu vajin e ullirit, po na po e shtojmë vajin e ullirit edhe po e lamë ngrohet derisa se shpejt e bojmë qepën. Në mënyrë që mos të kemi vonesa. Njerë maksimum, po tani shkoni të e nalë se djegët krejt. Qepa, kë atentati pa mshirshëm ndaj syve, po s'kena që ka me bon, duhet me përdor. Po besoj, unë jem shumë sigur që shumica e juve e bani këtë gjellë, sidomos tash kur ka mjaftueshëm edhe normalisht çmimet janë pakës më kira të preshit, se për këto të tjerat nuk është që kemi ndaj dallim të madh, po që deshta me pru prap në vëmendje, se nuk i kemi përdor preshet edhe shumë, kështu që për këtë arsye vendosa me përgatit këtë. Po, dikush që i pëlqen për shembull ushqimi kafshëve tjera, për shembull përveç lopës, pulës ose me përgatit me ushqim me faktikisht me mish të qingjit, mundeni me bë, s'është problem varësisht shijeve që i keni edhe cilin mish. Unë e mora universal, do thot, me viçi që shkam krejt, po jo muni me ndru mishin, përbërësit shkojnë me secilin prej llojeve që doni me përdor. Edhe pse ka qaqmarakli të mishit ka, sidomos tek mishi i viçit, sa që e dallon sakt kur e han mishin e kofshës, kur e han mishin tol, kur e han mishin edhe në qoftë i grimsu nëse është mjaftueshëm. Kështu që ndjehuni të lirë me eksploru me produkte, cilën do pjesë dhe cilin do lloj mish. Okay. Tek sasja e vajt që kemi shtu, mirë është doherë me shtu edhe pak gjallë, ama gjallë tamam kështu, bimore ose shtazore, po gjallë për mirë me qenë, jo gjallë e përpunune, sepse e bën mishin shumë atë mirë, sidomos në kohën kur veç
vendosni me shtu mishin, ose vjen koha kur doni me shtu mishin, me ashtu pjesën e gjalpës, është dallon, e që aty dallon shumë, do më thonë, se qysh e kemi përgatit mishin. Okej. Po largojmë edhe këtë pjesën e çka kemi përgatitur tash. Po e marrëm një pjatë tjetër e cila na vjen për pastrimin e karrotave dhe po e vendosi këtu. Karrotat ose i bëni shumë të holla, ose i bëni kube, qysh zakonisht i bojmë. Ka njëherë rëndësia e se qysh na i prem perimet, shumë a shumë do lidhet me pjesën kohore që kemi, do thotë. Sa ma trasha që i ndojmë perimet, është ma problem me u fërgu, me u zi, kështu që mirë është kur s'kemi kohë shumë me i ndat holla, sepse na përgatitet gjella shumë ma shpejt. M'duket që pajtoni të gjithë që karrota ka një kombinim të jashtëzakonshëm, shihesh, po edhe ngjyrash me preshin. Sepse m'duket sidomos ku ka mish, duhet gjithsesi me shtu karrotë. Ja jep atë qinë shumë të mirë. Edhe karrotën e kemi universale. Përdorim në ëmbëlsirë, e përdorim gjellë, e përdorim në sallatë, e përdorim në smoothie, gjithkon. Sidomos të karrota tash që i kemi tamam kështu të bio, të bashkëve, për smoothie janë të jashtëzakonshme, sepse janë shumë ma të langshme dhe gjusi na bëhet shumë ma i mirë. Okay. M'duket që mjafton me kaq. Edhe qepa dhe karrota dojnë kohë për mu zbut, kështu që i vendosni për një herë. Karrota nuk ndron ngjyrë, nëse na kujdesemi me përzi, mos më ngjit, nuk e hub ngjyrën edhe as formën. Mundet me u zbut pa ndru gjendjen e saj. Era i këtyre kombinimeve është shumë e mirë. Mirë koka, këtu koka s'pas ka ik. Më na shkuna i ka muna me fasu. Dhe po shkojmë me qërshie mbi tortë, po shkojmë me mishin, po e grimsojmë dhe e kalojmë në pjesën e tenxherës, ku ka me u zi. Këto preshin e shtojmë në fund. Okej, peshini që është mishin në këtë që na e kanë dhënë në këtë formë, e prejmë në copa ma të mëdhaja, jo në copa shumë të vogla. Kisha preferu kaq me qinë, mjafton, për këtë lloj gjelle mjafton. Kjo lloj gjelle është për dikon rreth 3 ose 4 persona. Me qëllu na i kosh në dietë, hen edhe ai 5 ti s'është problem, në zemë së dush. Ose me pas na i kosh këtu të na, se niva më herët që porositën, hina dhe gjashtë shulje. Kur ka mish i vjam është shumë interesant, çfarë do thike që e ki, këtë e ki dhe më thonë, problem është me prej kështu shpejt me një herë, kështu që do të pak presion më ushtru. Okej, po e lam qështu. Zdon. Dhe i shtojmë tash te karrota. Edhe qështu mishi merë ngjyrë pak, e lam edhe me dëpërtu qia e qepës edhe karotës, derisa t'i bojmë na preshin.
përzim pak, po para se me i përzi, kena me eshtu edhe biberin edhe vegetën, kripën e këto, sidomos në mish, në këtë sasi është mirë me eshtu biberzi pakës ma shumë, se sa që nështa eshtoni në gjella të tjera, sepse i ndron shije. Eshtoj kripën. Biberin e koq. Dikonja një lugë e gjys. Dikush përdor, ose në shtëpia tona përdorëm këtë pastën e domatës, që e zavendëson biberin e koq, por që nuk është ndonjë problem, sepse pothuajse në secilën pasta nuk është veç domate mua, e kemi mësu, e kemi pa që përzihet edhe ajo me specë të kusht të vluar, kështu që shto një, s'ka problem. Tash kjo fërgohet mirë, dhe përtojnë erëzat brenda, mishit, edhe bëhet super, ma super gjithë. Edhe pak, po e shoh që ka nevoj për piper të kuq. Pi arritim vetëm pak temperaturën, edhe po e lam me u zi, përderisa na tash kemi me fillu me preshin. Kemi marrë një shport me i la, edhe kështu. Unë kryesisht po du me i marrë këto që ka janë ma të forta. Që qështu. Po i lajmë edhe, po i vendosim të nxjerrja. Edhe pse këto janë paka shumë pastrume, që shpesheni edhe vetë, ka gjetët e largume, gjetët të cilat janë, ose mështillet, i kanë të largume, po si do qoftë. Duhet me i pastru. Duhet me i pastru edhe ma shumë se kaq, po që po i pastrojmë aq sa kemi mundësi sot. Sidomos to që janë me si preshi, që janë me mbështjellës të shumë thjesht, te këta nuk kena mundësi me përdor shpërlamje ose pastrim që e bojmë në perime tjera, sepse depërton brenda dhe është problema sa ne ma problem shkaktojmë se sa qëllimin pse kemi pas. Milion. Që qështu kadal, që dojnë ju heni edhe ka një herë mes, unë po ja boj qështu se nuk kemi shumë kohë me i prit. Po, në qka dush i përdorëm, purret po thomë, se më duket shumë ma mirë më drejtu me këtë gjuhën që e flasim edhe në shpe. Në qka do muj me i përdor, po sikur në pite, më duket që nuk e kanë atë shien e mirë tamon. Pitet që i bojmë në shqiptarët me purre janë sani ma i mirë. Ndër, sepse bojmë shumë sanet mira. Po që pitja, nashta këna me ba dhe pite një ditë, të shumë. Qështu kur tjena vetë, ko kena, gatujmë. Okej. Shkojmë tutje edhe ma shumë nuk më nxen drasa, i qojmë të mishi këtë pjesë edhe i marrim të tjerat. Nuk e di ma letë këmë marrë me dorë. Shkak që janë rreth, këto
këto na i marrin studion tash. Edhe me patjetër duna me kontrollu prap ëmbëlsirën. Okej, po thuaj se është gati. Kalon vetëm edhe pak. Tash kemi me shtu edhe gjethet të dafinës, edhe me shtu ujë. Që duna pa tjetër me marrë edhe to që na kanë mbet. Ups. Pranë tortë që e. Besoj po shihet se sa e shishme ka me qenë, po i lam edhe pak, ma shumë në të në arame që të mi jashtë, më duke që e ko marrë të vogël, të nxjerën, po këto të kurën, normalisht edhe është e mjaftueshme. Tash po i lam vetëm pak me u lidh me zveti, me ndëpërtu shia, edhe normalisht këna mjashtu ujtë. Po, ujtë nuk po jashtojmë edhe pak. Një gjethe dafine është e mjaftueshme. Sidomos kur është mishi i qingjit, unë menoj që do të mishtu shumë limon edhe shumë gjethe dafine, se ja largon pak aterën. Unë për veti se duroj, të tjertë nuk e di qysh e kanë marrëdhënien me të. Do të më shku tu e përcjell në vazhdimësi, sepse mundet me na u ngjit poshtë, kështu që ideja është mishi me marrë pak ngjyrë dhe mos me qenë veç i zirë kështu. Dhe qëtu po me mësi meri se e nxjerri kështu. Se që ja kom shtu të pësien tjetër. Hejkja dhe gjetërën tash. Këtë ne e nxjerrëm nga furra, këtë llojin e kekut atë që kam i thonë, qysh du shtoni edhe jo, qysh të keni qef. Dhe po e marim një tik me prej, edhe me pa qka kena bo. Se s'ka nevoj mi jep kështu ka shumë formë, po me marrët edhe pak era shpivjen e limonit, sa e mirë. Plus e kam dërmen me jashtu veç edhe pak sheqer që e këna bo me livorit limonit. Edhe ja, një mëngjes kështu i shpejt, plus i rëndësishëm për shka e këna përcjell. Unë s'me preki pjate, po du me provu prej të pësis kështot allat e shpia që shkom, edhe me po që e këna bo. Ta është së më pikapi krejt sanat e mira, po hajt pak qëto. Hajt jashtoj edhe pak sheqer. Perfekt. Meni djem. Dhe i sa të zijet qaj, kena ku.
merë në hanë. Okej, na për e hamë po t'i bim që t'i keku, dhe i sa në bodë gjela, dhe është koha më shkput nga studio, dhe këtemi pas pak, ku po besoj edhe kemi të gatshme edhe gjellën të cilën e kemi veç në proces të përgatitjes. Qëndroni me ne dhe ne këtemi për pak në studio. Shikus të emisionit qeshëm, jemi këty në studio dhe kemi përfundu me gjellën, me këtë gjellën interesante, që ka njerë do këtë në shije pak me hongër kështu, me pas në i grep që nuk nga definohet shia mirë, si me hongër me shilok nga do këtë. Po, zote e boft hajrë, si zirin shijet vetën. Okej, plus mujna me shti edhe në furë këton, së problem, edhe në furë me shti bashkë mirë botë. Pak ama në furë, jo shumë me lonë. Për ndryshe se cila gjellë e ka marifetin e vetë, e donë tepër ka dole me uzi, që me lëngë me pas ma shumë të vetin se sa ujën që ja këna shtu për proces të gatimit. Kështu që në shpe, kur t'jeni, e lani në temperaturë të ollët, për një orë, 2, kjo bëhet kajmak. Dhe këto ishin 2 zbulimet e mija sot. Për pak humor. Këto ishin 2 recetat e mija, po besoj që ju kam pëlqyje, sidomos kjo me croissant, se këto e di që jeni të thonë hajtë se kena bo, se s'pas ke bo najse në të modhe, mos s'ka lidhje. Dhe dal nga dal erdhëm deri në fund të këti edicioni. Para mbylljes, patjetër duhet me falendëru sponsorin tonë, dentistin e familjes, i cili do të sponsorizon këtë emision. Gjithsesi, mos harroni më na dërgu, siç edhe thash në fillim të emisionit, recetat e juaja në emailin të cilin e shihni në ekran. Më pas do të keni mundësi që të merrni një voucher ku do të merrni shërbimet nga kjo klinik. Dhe deri në edicionin tonë të radhës, ne erdhëm në fund miqtë e mi, me pak batuta, pak për një me qështu, po erdhëm në fund, po besoj që kështu, me kësi muhabeti dhe me kësi shpejtësie, jeni edhe ju në shtëpitë e juaja atu. Sinqerisht, gatimi është dashni, po ka njerë lodhemi edhe nuk është që e bojmë shumë me qef, po kur flasim me të tjerët, kur kemi dikon afër gjithsesi na bëhet më e lehtë, jo veç gatimi, por gjithçka tjetër në jetë. Faleminderit që jeni çdo herë me neve dhe po besoj që kemi me pas këtë pjesën e mbetur të vikendit shumë të mirë dhe ne shihemi të dielën e ardhshme me diell, por edhe me musafir po besoj. Deri të dielën e ardhshme, mirëmbëjtje.